B-21 Raider është bombarduesi më i ri strategjik amerikan, i ndërtuar nga e para pas më shumë se 30 vitesh, një hap teknologjik i madh që dërgon sinjale të qarta ndaj të gjithë shteteve për të cilën SBA ka tensione, përfshi Rusinë, Kinën, Iranin apo dhe Korenë e Veriut. Ky avion i padukshëm për radaret është projektuar për të deportuar fellë në hapësirat më të mbrojtura dhe për të kryer goditje precize pa u zbuluar. Ai ofron përmirësime të mëdha në krahasime me pasardhësin B2, duke qenë më ekonomik, më i gjithanshëm dhe me kushte më të mira për pilotët. Pas misioneve të gjata dhe raskapitje me B2-shin, ekuipazhi B-21 do të ketë në dispozicion një gabin më të qetë, tualet të integruar dhe hapësirë për pushim. B-21 është gjithashtu bombarduesi i parë digjital, me aftësi për të marrë objetime për misione dhe armë duke ruajtur epërsinë teknologjike në kohë reale. Ai është ndërtuar për të mbajtur bomba bërthamore, armë konvencionale, raketa hipersonike dhe për të bashkëpunuar dhe me dronet. Aktualisht po testohen disa njësi dhe pritet të hyjë në shërbim aktiv midis viteve 2026-2027 me synim për të ndërtuar mbi 100 njësi. Gjithashtu B-21 është një dëshmi e vendosmërisë së Amerikës për të ruajtur dominimin në qiell, kudo dhe në çdo kohë.